Nëse gjykata kushtetuese e rrezon kërkesën për pezullimin e zonjës Balluku, atëherë fakti që SPAK direkt pas ngrirjes së kësaj kërkese në seancën e parë nga gjykata kushtetuese kërkon arrestin e saj, më jep mua si forcë politike të drejtën të them që SPAK-u po bën një lojë politike. Po lufton politikisht. E qartë, mëse qartë pak merre politikisht, po në gjitha rastet, se është diskurs parimor, në gjitha rastet, institucioni i drejtësisë së posaçme, SPAK-u këtë rast, ka drejt që të kërkoj mandatin apo kufizimin e lirisë për një antar Këshillit të Ministrave. Pra, cilado që vendimarrja e gjykatës kushtetuese nëse ka drejt apo jo ta pezullojë, duke marrë mirëqenë që do t'i thotë kryeministrit një autoritet gjyqësor nuk ka drejt pezullojë një antar Këshillit të Ministrave, prapë kjo nuk pengohet në kërkesën tjetër që ka të bëjë me kufizimin e lirisë. Pra, ndjekja penale nuk do se janë të dyja vendime gjykatës, një posaçme, një kushtetuese sërish nuk është se kanë ndonjë gjë që i bashkon fort. Shikon, edhe një herë që ta marrim me hapa konkret, ta them dhe unë atë që duhet të them edhe në kuptim ta them qartë. Nëse do ecim në fushën e moralit, unë mendoj që në fushën e moralit, në këtë situatë ku gjendet zonja Balluku, duhet të kishte dhënë dorëheqje. Nuk në fushën e moralit, flasim fushën e të drejtës. Po në fushën e moralit duhet të kishte dhënë dorëqje dhe kjo zgjidhej në fushën e moralit. Tani nuk e dha dorëqjen. Pra, morali i disave nuk përkon me moralin e zonjës Balluku dhe këtu s'kemi që i themi nuk ka të drejtë as disa që kërkojnë dorëqjen, pas zonja Balluku i se dorëqjen nuk është se kanë faj të dyja palët. Tani vim në fushën e rregullave dhe të ligjit, se moralin e hoqim një anë. Tani mos kërkojmë moral që SPAK-u mund të kërkojë etj. Çështja është që SPAK-u mund të kërkojë çfarë doj për zonjën Balluku, rregullat dhe ligji kërkojnë që të vendos parlamenti për çfarë kërkon SPAK-u. Jo më të vendos gjykata. Parlamenti, nëse ne vendosim, mblidhemi bashkë në një forcë politike dhe vendosim, po spekuloj prapë se nuk e di, që do ta mbrojmë deputetin ton nga kjo kërkesë, ne mendojmë që kjo kërkesë është e padrejtë, atëherë ne do ulemi dhe të gjejmë arsyet se pse do ta mbrojmë. Nëse kemi vendosur ta mbrojmë. A ka nevojë që të mbrohet këtë rast? Po nuk e di, ka nevojë që të mbrohet apo jo. Ne politikisht po flasim. Politikisht ka rrezik, është tjetër gjë. Jemi prapë në fushën e moralit politikisht. Domthonë politikisht po flasim për vota. Sa do ndikojnë te votat? Votat janë shumë larg për ndikuar sot zonja Balluku ose ajo që mund të bën Partia Socialiste me zonjën Balluku. Ne po themi në fushën e rregullave, nëse ne mendojmë që kërkesa e SPAK-ut është një akmarrje politike, është shumë e nxituar, bazuar mbi ato prova që ne shohim, nuk është ashtu siç ne duam të jetë ose ashtu siç duhet të jetë, sepse është shumë e ashpër. Duke qenë se ishin të njëjtat prova dhe nuk e kërkoi më herët, po kërkoi vetëm pezullimin, ta ndiqte në liri. Dhe tani ndryshon brenda 24 orëve, pasi kuptohen që gjykata kushtetuese ka vendosur që kërkesa e SPAK-ut është jo kushtetuese, se nuk e dim as këtë, se duhet presin datë 22. Mua si forcë politike, po e them, më lindet drejta të them që SPAK-u po vepron në kuadër të një inati të momentit. Kërkeset ju udhët poshtë ka gjykata kushtetuese dhe për shkak të këtij inati ne kërkojmë arrestimin e zonjës Balluku. Ky është një argument. Dhe ne si forcë politike mendojmë që kjo kërkesë vjen si pasojë e ngutjes dhe duam dhe rrezojmë këtë kërkesë. Nga ky moment SPAK-u na ka ç'bën. Pra jemi në fushën e parlamentit tani, pavarësisht të gjykata. Pra SPAK-u duhet të fitojë të drejtën ta kërkojë arrestin të gjykatës, se ka fituar akoma këtë drejtë. Prandaj nga ana tjetër kemi këto rreziqe që ti the për qeverinë dhe për majorancën, rreziku politik është presioni që mendohet që qeveria ose majoranca po i bën drejtësisë, është rreziku i shuarjes së pavarësisë së drejtësisë, sepse ndikimi i qeverisë gjithmonë ndikon tek hetimet dhe ndikon tek suksesi i hetimeve. Ka një kosto politike për shkak se forca politike perceptohet si kundër drejtësisë. Këto janë rreziqet që i merr majoranca përsipër. Tani këtu jemi në lojën politike. Pastaj në lojën juridike është tjetër gjë komplet, sepse ka të bëjë janë faktet, janë provat, janë gjykata. Ne s'kemi vajtë te gjykata akoma dhe s'kemi pse shkojmë të gjykojmë si do shkojë zonja Balluku në gjykatë me ato prova që janë. Provat i vendos gjykata, se ka dhe një gjë tjetër, ne kemi parë dosje, kemi parë fashikuj, po